Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka mjete buxhetore të planifikuara për një proces të ri zgjedhor. Në mbledhjen e radhës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të miratojë planifikimin buxhetor për organizimin e zgjedhjeve të reja dhe kërkesën për buxhet do ta përcjell për miratim në qeverinë e Kosovës. KQZ ka vepruar kështu edhe në raste tjera, pra kur kemi pasur zgjedhje të parakohshme apo që ka ndodhur pa planifikim në një vit jo zgjedhor. Buxheti planifikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për organizimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës, të cilat janë mbajtur më nën shkurt, ka qenë në vlerën e 8.7 milion eurove dhe sipas raporteve të deritashme shuma e shpenzuar është rreth 7.9 milion euro. Ndërkaq, buxheti planifikuar nga KQZ për qëllim të organizimit të zgjedhjeve lokale për kryetarët e komunave dhe për kuvende komunale, të cilat janë mbajtur më 12 tetor, ka qenë në vlerën e mbi 10.5 milion eurove. Në këtë planifikim buxhetor është përfshirë edhe organizimi i raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetarët të komunave. Aktualisht ne nuk e dimë se sa është kostoja përfundimtare e organizimit të zgjedhjeve lokale. Në përfundim të këtij procesi, pra dhe përmbylljes së të gjitha procedurave, do të kemi një raport përfundimtar ku do të kemi të dhëna të sakta se sa nga mjetet e planifikuara janë shpenzuar.